Mesfushori kombëtares Kristian Aslani foli pas triumfit 4-2 që Shqipëria arriti në miqësore ndaj Jordanisë. Në prononcimin e dhënë pas ndeshjes për Supersport, Aslani u shpreh: "Duhej pak festë, është normale, jemi të lumtur, ishte e vështirë, bëmë një ndeshje serioze, fituam para tifozëve tanë, duhet të vazhdojmë kështu. Jemi shumë shok me brojën, jam shumë i lumtur për Armandon që unë asistova dhe ai shënoi. Sot luajtëm 4-2-3-1. Roli im është parambrojtjes. Unë kam shumë qejf atë rol. Këtu kam bërë numrin 8, po nuk preka top çmendem, shkoj dhe e kërkoj dhe portieri. Nga ana fizike jam më mirë, kam luajtur 5-6 ndeshje në Torino, jam shumë i lumtur që po luaj edhe me kombëtaren, po më ndihmojnë minutat me Torinon. Lojtari kur luan është më mirë mendërisht", deklaroi Aslani. Arber Hoxha realizoi një gol fantastik në miqësoren ndaj Jordanisë që u mbyll me shifrat 4-2. Në prononcimin e dhënë pas ndeshjes për mikrofonin e Supersportit, futbollisti që aktivizohet te Dinamo Zagrebit në Kroaci u shpreh: "Jam shumë i lumtur, ky ishte goli im i parë. Besoj që shënova një gol shumë të bukur. Vazhdoi ecuria e mirë pas ndeshjes me Serbinë. Shihemi shumë shpejt në nëntor tani. Sot ishte pak vështirë sepse ata luanin me 5 dhe isha gjithmonë i dubluar. Ishte periudhë vështirë vjet e klubi ku çdo 2-3 muaj ndroheshin trajnerët. Ky trajner i ri më ka dhënë shumë besim. Futbollistit i duhet përkrahje për të arritur te golat dhe asistet", u shpreh Arber Hoxha.